Falenderojmë Allahun krijuesin e gjithësisë, paqja dhe bekimi i madh i Zotit qoftë mbi krejt profetët, vullën e tyre Muhammedin alayhis salatu wassalam, shokët e familjen e tij nderuar, shokët e tij besnik, paqja dhe bekimi i Zotit qoftë mbi gjithë ata që ndoqën dhe ndjekin udhën e tij të përsosur e të bekuar deri në ditën e fundit, në ditën e premtuar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me temën 8 të rëndësishme, Sunnatullah fil ard, tradita sjellja e Allahut në tokë, pra me sjellja e Allahut me njerëzin në varësi të bindjes dhe mos bindjes tyne. Dhe vazhdojmë temën e mospërputhjes dhe kontradiktave ose përplasjeve mes individëve apo grupeve të mëdha njerëzish. Thamë që deri një farë mase ka tolerancë në Islam për sa i përket mospërputhjes së mendimeve, kur bëhet mrena rregullave morale të Islam, ku gjithë secila palë sinqerisht synon vërtetën, dhe të argumentume, dhe pa kalu në armiqësi dhe aq më tepër në konflikt mes njerëzve, mes muslimanëve. Tash do e marrim me detaje shtjellimin e mospërputhjeve dhe përplasjeve dhe kontradiktave brenda muslimanëve. E para punës s'duhet me harru kur që ajo që quhet përçarje, e lejmë një anë mospërputhjen e mendimeve brenda rregullave, brenda kufive të lejuara në Islam. Kalojmë ke përçarja. Përçarja pa fije në dyshimit, thamë, është haram, është e ndaluar. Ajo e çbën dhe e shpërbën dhe e shkatërron individin, muslimanin, pra, xhamatin, bashkësinë islame dhe krejt ummetin. Bën të mundur dhe të lehtë që të përkeqësohet në vazhdimsi gjendja e tyre deri në pushtim, deri në poshtrim të këtij ummeti, deri dhe në zvetnim dhe shpërfytyrim të individit të vetë muslimanit kur është i përfshirë në urrëtitjen dhe smundjet kreta që sjell përçarja mes muslimanëve. Dobësia e ummetit apo shkatërrimi i ummetit për shkak të divergjencave ose përçarjes ose mospërputhjes mendimeve, në rastin më të mirë kur dikush, pra kur kemi një mospërputhje, kur dikush e ka godit saktën dhe pjesa tjetër ka njetin e pastër, njetin e mirë, qëllimin e mirë, po është ndryshon, pra me palën tjetër dhe nuk i përputhen mendimet. Shpesh ka ndodhur në historinë e njerëzimit, po flasim të Islamit, muslimanëve, që kanë dalë çështje të reja, pa njohura për musliman, dhe dietarët e ummetit e kanë për detyrë ta sqarojnë popullatën, të sqarojnë musliman. Çfarë qëndrimi do të më majt me dukuri ose me atë ngjarje. Dhe ndodh që brenda mesit të dietarëve, pse them dietarëve, sepse një njeri që gjykon pa arrit nivelin e aftësisë për të gjykuar sipas Islamit, pra nuk ka aq dije sa të gjykoj, por flas për çështje të koklavitura, që janë dukuri të, domethënë, të reja, nuk e kanë të drejtë, sepse nuk menohet për çështjet pretendim si t'japësh gjykimin si musliman, pra si gjykim islam, kurse i aftë për atë punë. Çfarë ndodh që një pjesë e ka të saktë mendimin, pjesa tjetër e ka të pasaktë gjykimin e vet për X çështje, për një çështje çfarë do, por ama fakti që janë me qëllim të mirë, me synim të pastër, i bën ato që të xhelozojnë për mendimin e vet, ndërkohë që nuk mjafton vetëm qëllimi i mirë, por do të jesh edhe argumentues, do të jesh edhe i saktë. Dhe kjo i bën
i bën që të këmbgulin në atë kundërshtinë e vet dhe mos pajtimin e vet me palën tjetër. Kjo është krejtësisht haram, pse? Sepse nuk justifikon qëllimi i mirë për një gjykim apo tjetrin, ta çosh veten në armiqësi, sepse armiqësia dhe përçarja është haram e formës preme. Ama gjykimet flas për çështjet që nuk ka tekst të qartë. Ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, kur gjykon gjykuesi, pra ai që ka arrit atë nivel ditunis, dhe godet ka 2 herë shpërblim. Nëse gjykon gjykuesi, pra i afti për të gjyku, dhe nuk e godet për të saktën, ka një herë shpërblim. Deri këtu ngelet ke shpërblimi. Ama nëse mos përputhen mendimeve, kalon në konflikt, kalon në rrethje dhe gjithë dukuritë që sjell përçarja, atëherë kjo është haram. E dim gjithë atë shembullin që një baba i mirë që kishte 10 djem, i jep një shembull konkret për sa i përket pasojave që ka përçarja, i thot gjithë secilit që të marrë gjithë nga i thupër droni, i bashkon 10 thuprat, e provon vetë të thyë të 10 me një herë, nuk e thyë dot, ja jep gjithë secilit nga djem ta provoja, mos i thyen 10 thuprat një herë, është pra të bashkume, dhe nuk e thyen. Pastaj ja jep gjithë secilit nga një dorë, dhe i thot provojeni të thyeni, dhe kuptohet që një thupër mund ta thysh. I tregon fëmijëve të vet me këtë shembull se çfarë rëndësie ka bashkimi, çfarë dobish ka dhe çfarë pasojesh ka përçarja. Kjo është besoj e qartë. Kur kalon përçarja mes grupeve të muslimanëve, mes organizatave të muslimanëve, kur mund të themi që gjithë secila me menimin e mirë për gjithë secilën, që përpiqet për mirë, përpiqet për të hapur Islamin dhe për të rrënjosur atë në mesin e muslimanëve dhe në ndërgjegjjen e tyre. Kjo e përkeqëson gjendjen edhe më tepër, sepse nuk është më thjesht çështje individësh, mos përputhje menimesh të disa individëve ose me njëri tjetrin, tek e tek, po është me grupe të organizuara që kanë atë agjendën e vet, kanë programin e vet dhe një mos përputhje e tillë aq më tepër që do të jenë model për njerëzit, një mos përputhje, një përçarje e tillë i ka pasojat edhe më të mëdha. Kur vjen puna që gjithë secili grup, gjithë secili xhamat mendon që dhe ka bindjen, që vetëm ne jemi në rregull dhe të tjerët janë gabim. Vetëm ne jemi në rrugë drejt dhe të tjerët, krau tjetër, që janë veç nesh, janë të devijum. Kjo e para punë dhe gjithë secili pretendon dhe mund të jetë e vërtetë, gjithë secili ka qëllimin e mirë, pra është xhelos për fenë e Allahut, është xhelos për ruajtjen e saktësisë fesë Zotit, pa arrit këtë devijimi. Ndërkohë që një bindje e tillë, domthonë duke qenë përjashtues për tjetrin, pa fakte, kur bëhet fjalë pa fakte, pa dituni, pa argumentu, kjo jo vetëm që nuk e luan rolin çdo xhamat, çdo grup, çdo organizim i muslimanëve, çdo grup për thirrje për këshillim, nuk e luan rolin për cilin e ka marrë përsipër, por bën atë që është më e domshme deri në shkatërrim të plotë. Ai sa po të shohësh historinë e kohëve të fundit, 100 vjeçin e fundit, masi nuk e luan rolin më khilafeti, sistemi islam që i bashkon gjithë shtetet, që përfundoi me rënien e perandorisë osmane, dolën pa organizatat e veçuara, si mund të themi sot shoqata apo organizata, të cilat asnjë nuk ka pas sukses deri në fund. Dhe shumica e ndërmuese të rasteve janë bërë duke qenë përjashtues për tjerët, për veprimtarinë dhe aktivitetet e tjera, kanë mbjellur rrethje, kanë thelluar përçarjen
Dhe kanë hutu edhe njerëzit, i kanë çoroditë edhe njerëzit. Shejtani dihet që me të fillu përçarja e ka shumë atë lehtë të thellojë atë. Me të fillu të mbi menimi përjashtues ke individët e çdo xhamati musliman. Ai e vadit me benzin atë menimin me përjashtuar tjetrin dhe me humbur për vetën e vet dhe për veprimtarinë e vet dhe përshkallëzohet në mënyrë shumë shpejtë dhe shumë dramatike domthonë përçarja dhe pasojat e saj. Shejtani jo vetëm kaq, po ja zbukuron njerëzve që kjo kundërshti që kemi në mes njëri tjetrit, gjithë secila, domthonë duke vetë lavdëru, duke justifiku vetën, kjo e gjitha është pra urrejtja për grupin tjetër, ose për çmimin, s'po themi deri kjo urrejtja, po ka edhe në urrejtja, po për çmimin dhe në mbledhësimi i tjetrit, është për hir të përhapjes së Islamit dhe shërbimit të Islamit. Realisht, faktet tregojnë që vetëm sa e ka dëmtu ummetin dhe i ka larguar njerëzit nga mësimi siç duhet i fesë dhe paragjykimi i tjetrit. Aq më tepër kur popullata, njerëzit e zakonshëm, kur shohin këto grupe të organizuara, këto shoqata që janë përjashtues njëri tjetrit, pra janë injorues njëri tjetrit, deri në akuzë, deri në imisi, njerëzit e thjesht normalisht që do mendojnë që këto që kanë marrë përsipër përhapjen e Islamit, këto janë vetëm rregull kur janë përçarë me njëri tjetrin dhe janë armiqësi me njëri tjetrin. Dhe vjen aty që edhe për gjonat më të thjeshta, nuk i tërheq më njerëzit. Unë e kam provu vetë, domethënë në punën time, në detyrën time që kam, që masi u shtuan shoqatat këtu në Shqipëri, masi erdhi një rrymë e re, dhe kjo rrymë solli 9 rrymë tjera, siç njihen edhe me emra në botën islame, disa prej tyre janë edhe këtu me degëzimet e veta, vetë se vinë me emra të ndryshëm. Më kanë thënë shumë muslimanë të ri, të çorientuam pa hyrë në fe siç duhet. Unë thotë, vi këty fol ndryshe, shkoj këtë tjetrin ka fol ndryshe. Unë e kam vendosur që s'do ngjoj asnjërin. Dhe ky njeri o del prej feje fare, ose do jetë si përfaqësor në fe, do ngjelet me xhumë ose me ndaj namaz dhe do jetë nuk do bëj kurrë përpjekje me marrë titullin fetar dhe me u thellu në fe. Shqipëria ishte mirë. Ishte një mëdhëb zyrtar, mëdhëbi Hanefi, pa fjalë dyshimit i Ahlus Sunnetit, e Abu Hanifa është tabiin, pra brezi i dytë, ne kemi zinxhirin të lidhur. Se kjo fe vjen me zinxhir të përcjelljes nga pejgamberi alayhis salatu wassalam, ne kemi të lidhur me Imam Abu Hanifa, Zoti qoftë i kënaqur për ti, ai me disa nga sahabët me pejgamberin alayhis salam, nuk ka garanci më të madhe. Dhe garanci kemi çdo lloj mëdhëbi nga 4 mëdhëbe të Ahlus Sunnetit. Erdhi kjo rrymë, sakatoi musliman në Shqipëri. Neve na sakatuan me kongres të Berlinit, me toka, me organizim gjeopolitik, administrativ o politik, u coptu Shqipëria, u masakruan shqiptarët, vizet ndryshme. Moment që erdhi gjoja demokracia ose u rikthy liria fetare, u soll me qëllim që e kanë pranuar edhe vetë shtetet perëndimit, kjo lloj rrymë deri departamentin amerikan e kanë pranuar vetë, deri ke shtetet që kanë sponsorizuar këto rryma, siç që një nga princit arab që tha kemi sponsorizuar këtë rrymë për interes të perëndimit para disa vitesh, domthonë gjonat janë sheshit dhe akoma vazhdojnë me këto rryma. Nuk i kthehen Ahlus Sunnetit këto lloj imamllarësh, më keq. Janë vëllezër tonë musliman pa vjen e dyshimit, po përçarja është shumë e thellë dhe vazhdon. Rezultati ajo që thash, një nga ato që më kanë ndodhur, është që me që ju e flisni keq për njëri tjetrin, unë s'po ngjoj asnjërin. Dhe u ka vështirësuar tema ose me ardhen e kësaj rrymë, ose më mirë mi thonë, me përçarjen, ftesa njerëzve në Islam.
Domethënë, edhe ato që kthehen dhe fillojnë namaz, fillojnë të jenë muslimanë praktikant, janë të në mënyrë të vazhdueshme të provokuar nga përçarja, që është fakt konkret. Atëherë me që përçarja është haram, është e ndaluar, ka pasoja, kur themi pasoja që e çon nga harami në haram muslimanin, qoftë individualisht, qoftë edhe i organizuar, nëse është në vazhdën dhe në rrymën e përçarjes. Atëherë parandalimi është fars, është i detyrueshëm. Kurimi është i detyrueshëm. Nëse i na ka ra, e kemi detyrë që të punojmë me eshmang, pra me eshmang dhe me eliminu me një të Allah sa kemi mundësi përçarja, sepse përçarja ka vetë se dome tek e funit dobësim të umetit deri ke mundësimin që i jep ky dobësim armiqve të Islamit, armiqve të popujve musliman, edhe për t'i pushtu dhe tek e funit për t'i poshtru dhe për t'i shfrytzu siç ka ndodhur. Domethënë, vende që kanë qenë kulmin e ulëzimit, siç ka ndodhur në Libin, me Sirinë, që nëse nuk janë 100% pushtuar, janë pjesërisht pushtuar. Edhe me Shqipërinë që dihet, po është pushtim që nuk ndjehet aq shumë përveç atyre njerëzve që i ka dhënë Zoti mendjen e kthjellët që e kuptojnë. Ndoshta jo 100%, po pjesërisht jemi të pushtuar ne dhe shumë popull musliman. Siç ndodhi në Libi, filloi përçarja mes grupeve, kaluan për domethënë konflikt armatos dhe hyn shtetet që se duan Islamin kurr. Po ashtu edhe Siria. Domethënë po ashtu edhe Siria. Dhe pra kjo është fakt, kjo është plag e hapur sot e kësaj dite. Domethënë përçarja është plag e hapur në mesin e muslimanëve. Pra është detyrë me punu për ta shmangë nëse s'ka rasti smundje, si mortaj, për ta kuru nëse në ka ra dhe deri në eliminimin e plot. Atëherë, rrugët e parandalimit, e para punës që ta studiosh rrugët e parandalimit, duhet të kesh njohuri fetare që të dish kur duhet veprosh dhe sa duhet veprosh. Atëherë kjo temë ndahet e para punës kur ka mos përputhje ose kontradikta mes popullatës dhe pushtetarëve të vet që janë musliman, që u heqin dhe kanë në pushtet një popullat muslimane. Rasti tjetër është përçarje mes individëve, pra musliman me njëri tjetrin, ose mes xhamateve, organizatave muslimane. Fillojmë me temën e parë, që është kur ka parandalimi i përçarjes dhe i kontradiktave mes umetit dhe qeveritarëve të këtij umeti, pushtetarëve të këtij umeti. Dihet që ajo që është, domethënë, në zanafillën e pastër të Islamit, muslimanët do të kenë khilafet, pra do të jenë gjithë muslimanët bashkë në një shtet. Kanë qenë dikur, o shkatarruan për ça, është ringrit deri në perandorinë e fundit Osmane, që jo se i ka pas gjithë përfshi krejt popullatën muslimane, po mund të themi ka qenë e ngjashme me khilafetin ose khilafet. Dhe çdo në punës tjetër, dhe çdo prijes tjetër i umetit, këto janë, si thot profeti alayhis salatu wassalam, janë shërbëtarë të umetit. Kështu ka thënë profeti alayhis salatu wassalam, i pari një popull shërbëtorë i tyre. Këto janë zëvendës të krejt umetit, pra përfaqësojnë gjithë umetin. E para punës për të mbrojtë, për të ruajtur dhe për të zhvilluar interesat e umetit vet. Gjatë qeverisjes, thamë ndodhin dukuri, gjatë historisë njerëzimit, gjatë historisë islame, kanë ndodhur dukuri të ndryshme. Situata kritike, nuk kanë hes punët ashtu siç duhet,
do të më dhon zgjidhje, kush do japi zgjidhje? Do japi ai grup që është udhëheqës. Udhëheqët do të jenë të aftë. Teknikisht, pra do të jenë ditur, do të kenë këshilltarët e vet, dhe nga ana tjetër do të jenë të ndershëm. Morim këtu po trajtojmë në rastin më të mirë, kur këshilltarët, kur pushtetarët janë musliman, janë të tamam shërbëtorë të umetit, që duhet me dhënë një gjykim apo me mori vendim për i dukuri ose i ngjarje të paparashikuar ose që s'ka ndodhur më parë. Japin fetvan e vet, gjykimin e vet. Që nuk ka tekst hyjnor. Për gjitha gjërat që kanë tekst hyjnor, nuk do diskutohet ke çdo musliman, aq më tepër këta që janë prijes ose udhëheqës të muslimanëve, që nuk hyn punë menja. Nuk hyn punë hulumtimi ose kërkimi shkencor që mrena ulluqeve të islamit ose parimeve të përgjithshme të islamit, kur nuk ka tekst hyjnor, cili quhet tekst hyjnor, Kurani, Suneti, fjala e pejgamberit alayhis salam. Atëherë ka për detyrë prisi muslimanëve, këshillohet me dietarë që është i aftë në atë grad, pra gradën e ijtihadit quhet, që të japi zgjidhje çështjes dukurisë ngjarjes që ka ndodhur. Çfarë ndodh? I pjesë e popullatës nuk është dakord me atë gjykim. Ai argumenton me vetë dietarët, argumentojnë si kanë arritur ky përfundim, pra mas studimit. Në rregull, atëherë mund të jetë e saktë, mund të jetë e saktë, mund të jetë e gabuar, gjykimi i prijesve, po mund të jetë edhe i gabuar. Flas për çështje që nuk ka tekst qartë hyjnor. Atëherë i pjesë e umetit nuk mund të jenë dakord me atë menim apo gjykim apo fetva që kanë dhënë prisjet e vet. Për i çështje të caktuara. I pjesë e popullatës e përkraj, i pjesë e popullatës nuk bjen dakord. Mrena rregullave të thirrjes për mirë, kjo është institucion vetë në Islam, thirrjes për mirë dhe thirrja për mirë dhe urdhni për mirë dhe ndalesa nga e keqja, ka i parim bazë. Si është ky parim bazë? Nuk shpërfsohet hulumtimi me hulumtim, ose ijtihadi me ijtihad. Do më thonë që për çështjet që prisi muslimanëve nuk ka tekst qartë hyjnor, po fut në punë përpjekjet e veta, aftësitë e veta, apo një grup dietarësh që studion çështjen dhe japin gjykimin e vet, fetvan e vet, fetva e cila nga një pjesë e popullatës ose e njerëzve nuk përkrahet me rezultatet që i ka çuar këtë pjesë që nuk e përkrahin, rezultatet e hulumtimit po këtyne. Pra hulumtimi ose kërkimi shkencor nuk e hull poshtë një kërkim shkencor. Atëherë që ngjelet që popullatët i bindet të parëve të vetë. Dhe mos të i kalojnë caqet dhe mos të acarojnë gjendjen pra e në detyrum. Që ta bëjmë atë qartë këtë? Pra flitet për çështje që çështje të gjykuara mas studimit ose hulumtimit prijesve. Umar ibn Khattabi radhiyallahu anhu ka thonë pejgamberi alayhis salam, nëse do kishte profet më së miri, do ishte Umar ibn Khattabi, po s'ka profet më së miri. Umar ibn Khattabi me gjykimin e vet i ka paraprit thuhet 6 herë shpallës hyjnore. Pra ka gjyku, ka zbrit vendimin për Allahut dhe ka përku me mendimin e Umar ibn Khattabi. Kur ka qenë halife, ka gabu, edhe para se me qenë halife. Dhe një rast, po më them një rast që është tipik për ta kuptuar këtë çështje. Më në hutbë Umar ibn Khattabi ditën xumaje i parë muslimanëve dhe thotë qorton ashpër ato vajza muslimane që vënë si kusht për martesën, që të kryhet përmbushet akti i nikahut i martesës për ikë të madhe. Mehr të madh. Mehr i thonë. Pra është detyrimi që ka burri nga i pasunisë që do t'ja dhuroj gruas. Dhe gruaja ka drejt ta caktoj prikën
sa det ajo është me ajet Kurani. Umar ibn Khattabi tha, i të kritikua është për ato gra që ngrenin shpimin, dhe ja vëshisonin martesën të rive musliman ose burra e musliman. Dhe me atë lloj gjykimi e boni haram, e boni të ndalume. Nga pjesa e grave që i kishin arme fal xhumon, një grup besimtarë e kuptohet, përmend ajetin e Kuranit kur Allahu përmend një vet thot, dhe nëse u kërkojnë ato arka me thesare dhe jipin atë, domthon kur ka mundësi mi Allah. Është e drejtë e gruas që ka dhënë Islami, ka dhënë Allahu, me vuçmimin sa det. Çfarë tha Umar ibn Khattabi? Tha gaboi Meri dhe tha të vërtetën, të saktën grua. Ktu kishte tekst hynor, ktu nuk hyn më punë menimi dhe hulumtimi shkencor as jo Umar ibn Khattabit ose kushdo qoftë tjetër, sepse teksti hynor është i qartë. Është i qartë. Një rast tjetër kur ishte halife poshtë. Mori vesh që disa gra muslimane me morë nima sadaka më shumë, kur ishin të veja, kishin tek burrat, në luftë, kishin lufta shumë atëherë, dhe kishin fëmijë gjini, me të marru gjithëdhënien, mëkimin e fëmijës, kishin drejt me morë sadaka shtesë, nima shtesë. Një rast kalon rrugës Umar ibn Khattabi dhe shefi grumi i fashi shumë vogël në dorë dhe jepti ca bukë në gojë që ta hante. I thotë i vërtet dhe sa i gruaj i thotë, "Po çfarë po bën? Dhe ajo është i vogël, ku ai s'ka as dhomë, tha. Që si ka ndalë dhomët akoma, si mund të hajë bukë ai? Po i jepi qumësh, pra i jepi të pi." I thotë, nuk i kishte njohur, se dinte që është i pari muslimanëve. Po kështu Umar ibn Khattabi tha, "Amirul Mu'minin, ka qenë i rregull, ka qenë i ligj, që nuk e përfitojnë këtë sadaka shtesë, gratë që i ushqejnë fëmijët me qumshin e vet. Po masit arrin moshën, pra që mund të hajnë vet, pra masit i dalin dhomët, aty u panu fort. Kjo grua kishte bë, nga që ishte shumë e varfër, nuk i jepte me pi fëmijës, që ta detyronte të hante atë që mund të hante. U panu i mlodhe njerëzit dhe tha, kjo pikun kam gabu. Ashtu, në këtë rast, a kanë drejt individualisht ose me grupe pjesa tjetër kur jep një gjykim, një vendim i parë muslimanëve për ato që s'ka tekst hynor, të ankohen dhe të argumentojnë që ne nuk të përkrahem ke kjo pikë dhe ne menojmë kështu? Po kanë drejt. Po kanë drejt të injorojnë? Jo. Kanë drejt të rebelohen? Jo, s'kanë drejt. Amo fjala e lirë është fjala e lirë. Kanë drejt të organizohen me hull poshtë për çështjet që thonë nuk ka tekst hynor. Jo, absolutisht jo. Tjetër, ky është rasti më i mirë. Pra, për mos përputhjet mes popullatës dhe të parit vet, janë të dy palët musliman, të dy me qëllime të mira dhe po ka raste që ka mos përputhje. Kalojmë mos përputhje dhe kontradiktat mes pushtetarit zullumqtar, pra që bën padrejtësi. Dihet thanë, çfaroni ka pushteti, i pari i shtetit, pushtetarët, më këmbësit e vet, komplet sistemi i qeverisjes, gjithë do të punojnë për interes të popullatës, do të përmirësojnë jetesën, do të ruajnë fenë e çfarë duhet me ruajt ke ajo popullatë muslimane për ke ymeti, ose me fjalë të tjera, të ruajnë, të mbrojnë drejtat e ymetit dhe drejtat e individit sipas rregullave të Islamit, sipas parimeve të Islamit. Por në që kjo pari, është i pari fare që mund të jetë halife, mund të jetë sultan, për të gjithë muslimanët, ose për i pjesë të madhe të muslimanëve, ose në varësit e këtij,
mund bëjnë padrejtësi, mund bëjnë zullum. Mund shkelin drejtat e njerëzve, mund të jenë mos shpërfillës të drejtave të njerëzve, në përgjithësi ose të një individi të caktuar. Thjesht drejtën e tjetrit mund ta shkelësh edhe kur ja vonon hakun, me ja kthy hakun kur ke mundësi. Pra nuk ja kthen atë që i duhet, me ja kthy, dhe kjo është padrejtësi vetë. Atëherë në këtë rast, kur padrejtësia është e qartë nga prisit e muslimanëve, kanë drejt të ankohen? Po. Kanë drejt në zonën? Po. Kanë drejt të ignorojnë dhe të tregojnë haptas pa pajtueshmërinë e tyre për atë padrejtësi që është bën nga një në punës deri qoftë edhe sultani ose halifja i parë vet. Po, kanë drejt dhe kanë për detyrë pilës. Dhe kanë për detyrë musliman ta nërejnë zonën dhe ta kërkojnë drejtën e vet. S'është ma jetë Kurani, kjo është detyrë. Pra, detyra qoftë edhe individuale, qoftë edhe për interesve të jak, të kërkosh drejtën tate. Nëse nuk dhe ta përsërisin derisa të shmanget padrejtësia që u ka bë. Largohet. Nëse ai që i ka bën padrejt nga në punë dhe pushtetarët nuk e bën, i drejtohet gjykatës. Gjykata e zemë që në rastin më të keq, gjykata, edhe pse janë musliman, edhe pse është shtet me musliman, deri ka i pari, deri ka i funit, ndoshta, nuk ja kthe hakun e vet. Ka arsyet veta. Është e paaft, mund të jetë situata vështirë, mund të jetë i padrejtë gjykatës që ka qellu, no gjithsesi. Ka drejt ta kërkojë të rezonin, pra, po ka drejt deri në fund. Por ama çfarë nuk i lejohet i metit një rast tillë? Pra, kur është pushtetin dorë të po muslimane, po që bëjnë padrejtësi. Përveç kësaj drejte që thëmë, ta kërkojnë me gjitha mënyrat që i ka ai pushtet, i ka ai vend, ajo që nuk kanë drejt të dëmtuar dhe të cënuarit, qoftë individualisht, qoftë në grup njerëzish, është që t'i nxisin njerëzit në rebelim, në armiqësi deri në dalje nga përgjegjësia, pra mosbindje totale nga pushtetarët dhe nga udhëheqësit e vet, apo të nxisin fitnë, nxisin përçarje, urrëtie deri ke kryengritja me armë. Nuk e kanë këtë drejtë në këtë rast. Pse nuk e kanë këtë drejtë? Sepse kur i bëhet padrejtësi një individi, i nërën zonën, i shfrytëzon gjithë mundësitë që ju ka dhënë atij shteti, nuk arrin ta morë drejtën e vet. Dhe e lën deri këtu. Nëse do bëhet kundër, do nxjisi kryengritje, do nxjisi sherrë, do nxjisi rrëmuj në atë shtet. Domi është shumë më i madh se sa domi që e ka përfshi këtë person ose disa persona. Është shumë më i madh. Në këtë rast ç'a bën ky person, ky musliman, do të sakrifikon interesin e vet për të ruajtur rendin dhe qetësinë dhe unitetin mes muslimanëve, unitetin mes pushtetarëve musliman, edhe pse kanë cene, kanë probleme, dhe popullatës. Pra nuk bëhen shkas, ruhen nga të bëhet shkas që të kalojnë përçarje të thellë dhe të dobësohet imeti. Bën kur bën vetë në vetë. Me i fjalë, bën kur bën vetë në vetë për interese shumë të mëdha. Do të thotë dikush, a më men është gjetë kjo nga dietarët, jo, ka thonë profeti alayhis salatu wassalam. Çka ka thonë profeti alayhis salatu wassalam? Në disa raste, kur shikon prisin e vet, ose kur shikon ke prisi i vet, diçka që e urren, pra urren, kuptohet tu, me hak, me drejt. Nuk merret parasysh që është urrëtie pa drejt. Ta duroj. Sepse kjo mund ta bëj që t'i ndahet xhamatit, pra unitetit, ose të përçaj njerëzit. Dhe kush thot i ndahet xhamatit për bashkësisë,
Vdes vdekje, pra vdekje xhehilie, pra jo islame, Zoti na ruaj. Kush i nda xhamatin, qoftë edhe një pollon, vdekje xhehilie, ai që rëndësh për çarje në islam. Ose një më të qartë se kjo po nga profeti alayhi salatu wassalam, thot Ubad ibn Samit, Zoti qoftë i kënaqur prej tij. Na ka ftuar neve, pra na ka ftuar, na ka bëu thirrje i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam. Na ftoi për islam, i dham besën atij. Po çai i dham besën? I dham besën. Na kërkoi besë dhe i dham besë që do të dëgjojmë dhe të bindemi. Pra do të dëgjojmë dhe të bindemi të parit ton, të parit musliman. Me hir dhe pa hir, me hir dhe pa hir. Jo çdo rast gjendja e muslimanit është që të parit vet i bindet me kulmin e kënaqësisë, me kulmin e dëshirës. Ka edhe gjendje njeriu. Në vështirësi dhe në lehtësi, pra ti bindet të parit ton me hir dhe me pa hir, në vështirësi dhe në lehtësi. Edhe kur të na diferencojë, pra i pari do të maj barazim me gjithëve, do të jetë me të gjithë isoj. Edhe kur për besë që ja ka kërku profeti alayhi salatu wassalam, edhe kur prisi ton ose prisi jon ti maj anën dikujt. Përveç se kur do shikoni kufër të pastër të qartë, pra kur shikoni nga prisi tuaj kufër të qartë, pra qoftë edhe me një veprim ose një fjalë, që tregon që ky person është i pa fe, është i pa fe. Atëherë thot profeti alayhi salatu wassalam, që Allahu keni argument, pra jeni të justifikuar qase pra nreheni kundër atij me luftë, me revolucion, me përmysje, me armë. Pra deri ke gabimet lejohet. Ama kur shef ke prizi musliman, ai që domosdoshmë i muslimanëve, që bën veprime që tregojnë për mohimin atij, dalin nga feja e atij, dhe këta i kanë sqaruar dietarët, dhe nuk është që të mendoj siç është sot që akuzohet njëri apo tjetri, kjo i pa fe, kjo i qafir, kjo jo. Këto janë shumë të rënda. Këto janë sqaruar në fenë islame. Çfarë fjalë dhe çfarë bindje dhe çfarë veprimi e qet njeriu nga feja. Jo me gjykim si ti tekët njërit apo tjetrit, pasi mas rregullave të islamit. Çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Pat ke prisi juaj që ka dalë nga feja, atëherë ke Allahu keni argument. O Zotën nga vënë urdhër që ti bindën parit tim, po ai nuk ishte më musliman, ishte i dalë feja. Atëherë, me të gjitha mënyrat derisa ngjehet një tjetër, vendoset një tjetër që është besimtar musliman. Kjo besoj është e qartë. Pra, edhe herë, ajo që ka kërku profeti alayhi salatu wassalam nga ummeti, me rujt unitetin, edhe kur bën padrejti, edhe kur nuk i marrin gjithë isoj barabar. Ktu kene edhe për hamendsina gjykohet, për flas këtu s'ka prijes musliman, domthonjë që të kenë pushtet. Ktu, domthonjë posti më i madh është imam xhamia, domthonjë deri këtu. Po kjo bërthama e shoqërisë armë islame. Kur njëri edhe tjetri flet si mas shefi, pa pikën e përgjegjësisë, dhe nuk don me ditë se çfarë pasojë ka fjala, kur nuk do arrihet me pas harmoni, aq më tepër unitet, bashkim dhe aq më tepër bashkëpunim të frutshëm për një të ardhme, për të përhap Islami edhe më tepër. Kjo është fatkeqësi e madhe. Kjo çështje, domthonë kufinin deri ku sa të lejohet me kundërshtu, me protestu, me kërku hakun tat. Dhe deri sa do të tolerosh ti prisin të gabimet e veta, deri në padrejtësitë e veta, dhe të bësh ti kurban veten tate për hir të asaj synimit të madh, qëllimit të madh që të jetë ummeti i fortë, mos të bëhen për çarje të rrezira, luftë mes muslimanëve. Dhe kur e ke për detyrë me dal kundra, domethënë të parit, kur ka dalë për ai për feje, këto do të jenë shumë qarta ke musliman. Ignoranca për hame e tillë ka bëjë që armiqtë e Islamit të fusin shkëndijat e përçarjes deri në luftë civile
që kanë ndodhur herë mas here deri sot e kësaj dite, deri në kohën që jetojmë ne sot. Dhe janë edhe tallën e musliman, dhe i kanë shtyp musliman, dhe i kanë poshtruar musliman, dhe i kanë shfrytzuar dhe po i shfrytëzojnë sot e kësaj dite. Domethënë, çdo musliman që lidhje me mos përputhje dhe kontradikta do di statusin e vet, deri çfarë i lejohet dhe çfarë si lejohet. Çfarë i lejohet dhe çfarë si lejohet nga kundërshtia dhe mos përputhja. Kundërshtia, po e thamë edhe radhën tjetër, është edhe parim bazë nga profeti alayhis salatu wassalam. Nuk ka bindje ndaj krijesës në kundërshti të krijuesit. Për shembull, i bindëm para që kosa është musliman. Nëse një nga urdhnat e tij ose disa nga urdhnat e tij janë kundërshti, pra janë haram, ke këto 1, 2, 3 urdhna që i ka dhënë kundërshti me urdhnat e Zotit, e fesë Zotit, unë aty nuk i bindem. Po ama ka e quajsit parë. Nuk rebelohem dhe nuk nxis njerëzit që të rebelohem dhe të bëhet duhet si vira të vriten me njëri tjetrin. Po ama këto i them deri këtu, që është përputhje me fenë Allah. Kjo pjesa tjetër, 1, 2, 3 pika, për këtë arsye siç që rasti që e tham në hutbë, xhumas me Umar ibn Khattabin. Këtu s'bindem pse? Sepse ajeti Kuranit është i qartë. Do bëni këtë, po është haram. Nuk ka dëgjova dhe u binda. Pjesën tjetër po, dëgjova dhe u binda. Pra që sa i pari është musliman. Sa urdhna ke dhënë që janë kundërshti të qartë, gjithmonë flitet për ato që janë të qarta. Po flitet për halal dhe për haram, se po le çështje të tjera pastaj nuk marrin debati dhe diskutimi. Se jo më kohë profeti alayhis salatu wassalam ka thënë që halal është i qartë dhe haram është i qartë. Për këto lejohet ngritja e zonit, protesta, lejohet kërkimi i llogarisë edhe nëse nga individi vetëm. Pra, i vetmi rast që lejohet me unret është kur i pari del nga feja. Jo dhe lejohet, nuk është thjesht çështje lejimi. Është detyrë e krejt umetit me rrezu dhe me vu një të parë musliman. Është detyrë, nuk është thjesht lejohet apo s'lejohet me kundërshtu. Po flasim vene që gjithmonë mrena mundësive, ku përmushen mundësit. Kur është e mundur. Kur s'është e mundur, duhet me prit kur ta hapi Zoti dhe pritje durim aktiv, me lutje, me përgjërim, me punë për ta hap fenë islame dhe për ta rrënjosur ke njerëzit, ke vetë e herë, pastaj ke njerëzit, sepse Allahu nuk urdhnon për gjë që është e pamundur. Ama hyni ke mundësia për ta zëvendësuar një prijes pa fe me një besimtar musliman, flas për popullatën muslimane, atëherë gjithë ummeti është në fjalë nëse se bëjnë. Nëse nuk bëhet. Krejt. Kur kanë mundësi, gjithmonë. S'ke mundësi, prap merr se vap. Je me zemër për atë që është më e mira. Profeti alayhis salatu wassalam ka thënë pritja e rrugëzgjidhjes është ibadet, është adhurim. Kur je vendos për diçka që duhet, po je e ketë pamundur ta kryesh, ta bësh. Ama je të prit dhe bën gjithë gjërat që janë mundura, përgjërimi, lutja, përpjekjet tjera që janë brenda mundësive. Ama pret kur ta hapi Zoti, kur ta zgjidhë Zoti. Kjo pritje, kjo Allahu shkruhet sikur me qenë namaz, sikur me qenë adhurim tjetër, pra është i shpërblim besimtarit. Ja lutim Allahun na mësoj atë që se dim dhe na shtoj ditëninë dhe jap dobi nga ditënia që na dhuron, na ruaj nga ditënia që nuk ka dobi, na ruaj nga lloj zemre që nuk bindet për mallniti, nga nefsi, nga uni që s'ngopet dhe nga veprat për cilave ai nuk kënaqet, na ruaj edhe nga lutjet që s'kan përgjigje. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.